Shqipëria renditet ndër vendet me tkurrjen më të shpejtë të popullsisë si pasojë e linçmërisë së ulët dhe emigracionit të lartë. Largimi jashtë vendit është një ndër plagët më të mëdha në Shqipëri, që po thellohet më shumë për shkak të emigrimit kryesisht të forcës së punës. Në raportin e tranzicionit të Berëzhit vë në dukje se në Shqipëri po emigron më shumë mosha 20 deri në 39 vjeç, duke shkaktuar ndërtkurrjet më të shpejta dhe mesatarja e Europës juglindore. Shqipëria po zbrazet jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga ideja e kthimit. Edhe në rastet ku emigrantët rikthehen sipas Berëzh, ata rimendojnë largimin përsëri për të punuar jashtë vendit. Të kthyerit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut raportojnë se kanë veçanërisht gjasa të kërkojnë një periudhë tjetër jashtë vendit. Vlen të përmendet se shkalla e papunësisë është më e lartë në mesin e individëve me përvojë emigrimi sesa në mesin atyre që kanë emigruar kurrë, thekson Berëzh. Plakja dhe një popullsi në moshë pune në rënje sipas Berëzh po i sjell Shqipërisë një rënje të rritjes ekonomike me përkatësisht 0,6%. Berëzh thekson gjithashtu nevojën për politika që lehtësojnë riintegrimin e të kthyer në tregun e punës, duke shfrytëzuar mirë aftësinë e tyre të akumuluar, rrjetet ndërkombëtare dhe potencialin sipërmarrës.